Mirëmbrëma të dashur miq të mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete, për të ndarë këtë herë një rrëfim shumë të dhimbshëm me ju. Telefonata që vjen sonte në redaksin time është nga një nënë e re në moshë, nga qyteti i Lushnjës, e cila ka bërë një vepër shumë të bukur, shumë fisnike, shumë heroike, duke dhënë në një familje tjetër që me vite të tëra nuk ka patur fëmijën e saj. Por çuditërisht, domethënë, kjo nënë ka net që nuk është rahat, nuk ndihet mirë dhe ka një siklet të madh. Ajo dëshiron që rrëfimin e jetës së saj ta ndaj pikërisht një herë me ju ndjekësit e mi, të cilët jeni një motiv për këto raste, dhe të tregoj atë hall që e ka në shpirt në një farë mënyre, duke u munduar të qetëson edhe zemrën e saj. Ajo mua më pret në linjën telefonike, unë do të ruaj patjetër dëshirën e saj që të jetë anonim. Përshëndetje e dashur, besoj që po më dëgjon. Po, Tiron, përshëndetje. Faleminderit shumë që je me mua. Para se të nisim, unë dua një herë që të jesh në gjendje të mirë emocionale, që të kemi mundësinë ta dëgjojmë komplet historinë tënde, dhe nëse ti ndihesh mirë, të urdhëroj që të fillosh të ndash rrëfimin e jetës tënde. Po, mirë jam. Faleminderit. Unë pi nga një fshat i Lushnjës, edhe jam e re në vite. Dëshirova një djalë, një pesova shumë, edhe mbeta shtatësën, kërë dashuri. A i mua më premtonte që e qitë kohës që do të martoheshte me mua, do të më merrte në shtëpi. Do të ndërtonim një familje. Por, në momenti që e kuptoj që unë jam shtatësën, më falë për lotët, na i hoqi dorën prej meje, dhe unë u detyrova që e vetë me të arrisë djalin tim 2 muaj. Linda djalë e linda në Tiranë. Mos të kuptoshte e vërteta, edhe nga familja jonë, të vërtet e ti vetëm unë. Më fal e dashur, po për çfarë arsye vendose që t'japësh djalin tënd? S'kam dalë akoma te kjo pjesa, po pasi dole ti, e kam bërë për lek. S'kam lek, edhe e kam bërë për lek të gjë. Të me thënë nuk kisha mundësi që t'arris, edhe tu është e që ta heq, ta jap ti ku mos e marrë në qafë. Papi është i varfër edhe është njëri që përdor alkooli, nuk ka ndjenja për familje. Mami nuk ka mundësi se si ta siguron të ardhmen dhe unë duhet që më mirë ta fal këtë fëmijë, që të rritet mirë. Ish i dashurim në këtë rast, baba i fëmijës. Po në asnjë mënyrë nuk e mbajte dot. Jo, në asnjë mënyrë. Ne kam jetën shumë të vështirë. Kam punuar si kamarjere, ama në shtekot, prindërit, babaj nuk vinte në pyetje që unë mundesha t'ja tregoj këtë të vërtetën, se a i më du më priste. Dhe u detyrova e fala, po kam një shqetësim të madh, nga që çdo natë e shoh në ëndër, më tel në ëndër, më thot pse ma bëre këtë padrejtësi, pse më more në qafë. Jam në një siklet të madh. Po më fal, prindërit e tu si e shpjeguan këtë gjën? Asgjë, mami më thot e ke përsjedhjen më të mirë, se me çfarë do rrisësh e kish obligim në jetë, kështu ti e ren, dhe nuk e di çfarë fati të ti, edhe më thot e bëre shumë mirë që bëre këtë zgjidhje. Ndërsa unë brenda vetes time jam një siklet shumë të madh, nga që unë e ndjej që s'kam bërë mirë. E kam dhe në familje të mirë, sepse
familjen kur kam dhënë unë një kushurir ka jonë, do me thënë e mamit, që janë 2-3 persona që e din të vërtetën. E njihte dhe foli me ato dhe unë munduaj që të na ndihmonte që ne të binim në kontakte edhe të japim djalin. Por më ka marrë shumë mallin. Nuk mundem dot pa të. Është një pjesë shumë e rëndësishme e shpirtit tim. Janë bërë 8 muaj që e kam dhënë, por mendja mori vetëm aty. Vetëm për atë mendoj. Në ndër shpesh e shikoj. Nuk e di ku jetojnë, nuk e di. E di që do t'ikni në Europë, por nuk e di më ku janë. Se kam pas një herë, prit në ditën që e kam dhënë. Dhe në shpisht meritën e mami nuk e përmend më. Babi pi vetëm raki dhe kam mall për fëmijën tim. Nuk e di. Më falë që po të ndërpres, po më vjen shumë keq për ty. Edhe sinqerisht, unë e di që ne jetojmë në vitin më me krizë. Lufta botërore, unë e quaj luftë botërore këtë që po ndodhen, po na shkatron të gjithëve dhe unë të kuptoj se sa të vështirë e ke patur që të arrisësh djalin tënd, por unë dua të t'jap një këshill. Nëse kjo të ka ardhur nga Zoti, pranoj me dy duar, qetëso veten, merr veten dhe kuptoj që ai djalë kur do të rritet, do ta kuptoj që ti nuk e ke bërë për të keqen e tij. Biles, unë mendoj që ai do të falenderon që ti ke menduar që ai të rritet në kushtet më të mira. E di që është shumë e vështirë për një nënë që të heqën fëmijën e saj nga dora, sepse të heqësh fëmijën do të thotë sikur ke hequr thonjë nga mishi. Por unë uroj me zemër që një ditë ti do të shpërblehesh për këtë gjë për të cilën sot je duke vuajtur shumë. Faleminderit, vetëm doja ta them që nuk e kam thënë me dëshirën time. Dhe s'thua nesër të më gjykon për këtë gjë, që të jetë kjo histori anonim. Edhe le të kuptohet, ndoshta ndonjëherë të ta dëgjon. Unë të falenderoj sinqerisht që ishe me mua. Zoti të dhënë të gjitha të mirat dhe patjetër që do të jemi në linjë së bashku kurdo që ti të kesh të nevojshmen për të shprehur ndonjë lloj mërzitje që ti e ke. Faleminderit. E pra të dashur miqtë e mi, e dëgjuat në mënyrë të detajuar, domethënë bëhet fjalë për një nënë e cila në pamundësi është detyruar që të falë djalin e saj. Tani, unë uroj me zemër që pjesëtarët e institucioneve të dëgjojnë këto lloj rrëfimesh dhe të vënë pak dorën në zemër. Le të jem pak më të kujdesshëm, sidomos me nënat e vetme, me nënat e divorcuara, sepse mendoj që janë nëna që vuajnë më së shumti në botë.